Një nga premtimet më të bukura dhe më ngushëlluese që Allahu i Madhëruar u ka dhënë robërve të tij është se asnjë vepër e mirë nuk humbet tek Allahu. Në këtë botë, njeriu mund të mos marrë mirënjohje për mundin e tij, mund të harrohet nga njerëzit ose madje të përballet me padrejtësi. Por Allahu nuk harron kurrë dhe ai sheh gjithçka, dëgjon gjithçka dhe regjistron edhe veprën më të vogël të bërë me sinqeritet. Besimtari nuk punon për duar trokitjet e njerëzve dhe as për lavdinë e kësaj bote. Ai punon për kënaqësinë e Allahut, sepse është i bindur se shpërblimi i Allahut është më i madh, më i drejtë dhe më i përjetshëm. Kjo bindje e bën besimtarin të mos lodhet kurrë, duke bërë mirë dhe kur askush nuk e falenderon ata. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu nuk e humb shpërblimin e punëmirëve. Ajeti 120 i surës Tauba. Ky ajet është një garanci dhe premtim hynor nga Allahu për ne. Allahu nuk thot se ndonjëherë mund të harrojë një vepër të mirë, por ai deklaron se ai nuk e humb kurrë shpërblimin e çfarëdo lloj vepre të mira. Çdo namaz, çdo sadaka, çdo buzëqeshje, çdo loti derdhur nga frika e Allahut, çdo ndihmë ndaj një njeriu në nevojë dhe çdo fjalë e mirë ruhen tek Allahu derisa robi ta marrë shpërblimin e plot.